po doni t'ju nxjihet jeta, kaloni nga kufiri toksor me Greqinë. Kufiri ynë me Greqinë është kufiri ynë me Bashkimin Evropian, po është kufiri më Ballkanas nga gjithë kufit. Të mbaj nga 2 orë në kufi kanë 6 radhë për makinat, kanë hapur vetëm një, radha ka shkuar me kilometra, shif sa vjen radha këtej që vjen edhe nga ne, është e tmerrshme. Do më thënë, e vetmja gjë që Shqipëria ka 35 vjet që nuk e zgjidh dot, është kufiri me Greqinë. Gjithmonë o ju prishet kompjuteri grekëve, o do han buk, o kanë kohën për të pirë cigare, vetëm një gjë s'kan, asnjë lloj sjellje prej vendit Bashkimit Evropian. Katastrofë. Shko provoni dhe shiheni.